Korça ishte përgatitur për festë sot, por ka përjetuar një dramë pasi është mundur në shtëpi nga Byllisi dhe ky rezultat ka shënuar rënien nga kategoria të skuadrës së drejtuar nga Ernest Gjoka. Korçarve u duaj fitoria për siguruar mbijetesën dhe sulmuan në kërkim të golit, por ishin ballshjotët që shënuan të parët me Mustafa. Përgjigjja e shpejtë e Bismarck ndezi entuziazmin përsëri në stadiumin e mbushur si rallëherë me tifoz korçar në mbështetje të ekipit të tyre. Por nëse nga një anë rastet humbeshin me radhë, Byllisi që i mjaftonte dhe barazimi, ju shfaq momenti i dur për të goditur përgjonin në pjesën e dytë, duke gjetur edhe një herë avantazhin. Ky gol demoralizoi korçarët, cilët shpërdoruan ato pak raste që krijuan deri në fund dhe pa ballshjotët festonin në vërshëllimën e përfunduar të mbijetesës teksa pan veten të rënë nga kategoria. Kështu ndeshja Skënderbeu-Byllisi përfundoi me rezultatin 1-2 për miqt nga Byllisi.